Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini ujë me limon esëll në mëngjes për 30 ditë. Shëron me njerë këto 7 probleme. Ju ndoshta keni dëgjuar se uji me limon nëse pihet me stomakun bosh mund të përshpejtojë metabolizmin dhe do ndihmojë në humbjen e peshës. Përveç kësaj, limoni ndihmon alkolizimin e trupit dhe rivendosjen e ekuilibrave të pH-it në të. Por çfarë ndodh nëse pini këtë pije aromatike për 30 ditë? Dietologja Jordan Power Willard ka treguar se ka shumë përfitime rreth efekteve që sjell ajo në trupin tuaj. Siç tregon ajo, uji me limon mund të ndihmojë shumë në shëndetin, por edhe në bukurinë. Kështu ajo kryoi një eksperiment 30 ditor në të cilin pinte vazhdimisht këtë pije për 1 muaj dhe rezultatet i publikoi në rubrikën e faqes internetit Eat This Not That. Nutricionistja tregoi se pinte 8 deri në 12 gota ujë me limon në ditë, duke shtuar rreth 30 ml lëng limoni në secilën, si dhe tulin dhe lëvozhgat e prera. Kështu, ajo mori përfitime të larmishme për organizmin e saj, duke sjellë një sër vetëdijshëm mbreslëndse në dobi të shëndetit tuaj. Shumë njerëz janë tifozë të mëdhenj të limonit i cili përdoret për shumicën e gjërave në jetën e përditshme, por rrallë keni raportuar se çfarë ndodh nëse pini atë vazhdimisht në shëndetin tuaj. Do të bëjmë mrekulli në sistemin tretës. Shpesh thuhet se një sistem i shëndetshëm i tretës është çelësi gjithmonë i një shëndeti të mirë. Limonët janë një burim i rëndësishëm me një prej fibrave të cilat janë të nevojshme për shëndetin e mirë të zorrës. Kështu që një gotë me ujë me limon çdo mëngjes vepron si një pastrues të sistemin tuaj të tretjes, duke eliminuar mbeturinat e akumuluara nga dieta e kaluar. Uji me limon do të rihidratojë organizmin. Gjithashtu, pirja e ujit me limon është një trajtim shumë i dobishëm kundër dehidratimit. Kur ushtrojmë dhe humbasim elektrolite përmes dirsës dhe përmes lodhjes së tepërt, uji me limon do të rihidratojë dhe shtimi i disa fetave me limon në ujin tuaj të pishëm mund të përshpejtojë procesin e ribalancimit të elektroliteve në trup, citojnë ekspertët e Bright Sign. Është i mirë për shëndetin e syve. Limonët janë të paketuar me shumë vitaminë C dhe antioksidantë, të cilët punojnë së bashku për të formuar një efekt mbrojtës kundër kataraktës dhe degenerimit makular. Pini ujë me limon për syt. Limoni është miku më i mirë i shëndetit të mëlçisë. Të kesh një mëlçi të shëndetshme është gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin e përgjithshëm, dhe pirja e ujit me limon mund të ndihmojë në funksionet e mëlçisë. Uji me limon nxjerr jashtë helmet duke përmirësuar funksionet e enzimave dhe duke zhdukur kështu bakteriet e dëmshme, dhe përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur kështu edhe performancën e trupit. Uji me limon është një nga pijet më të njohura dhe gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime. Vitet e fundit i ati janë atribuar aq shumë përfitime saqë nuk i dini të gjitha, por ka ardhur koha që të sqarojmë disa gjëra që mund t'i përfitojë trupi juaj nëse pini ujë me limon çdo ditë. Nëse pini ujë me limon çdo mëngjes dhe më tej, largoni të gjitha toksinat nga trupi, e megjithatë gjërat nuk janë edhe aq të thjeshta. Mëlçia, mushkëritë, veshkat dhe lëkurat janë përgjegjëse për detoksifikimin e trupit. Trupi ynë ka aftësinë të eliminojë vetë të gjitha toksinat dhe përgjigjet e substancave që janë të padobishme për të. Limoni mund të ndihmojë nëse konsumohet në sasi shumë të madhe, gjë që nuk është e mundur. Gjithashtu është e rëndësishme të mos e teproni me përdorimin e saj, por ta konsumoni gjithmonë brenda normës së lejuar. E vërteta është se shumë njerëz pijnë ujë me limon çdo ditë, mbi të gjithë. Ka shumë konsiderat që mund të merrni prej përfitimeve të saj. Sipas nutricionistëve klinik dhe sportiv, ekspertët tregojnë se përfitimet e kësaj pije janë gjithashtu një vlerë e shtuar e organizmit. Padyshim, uji me limon është një nga zgjidhjet më të mira për të pasuruar dietën tuaj. Me shumë kërkime, ju do të përfitoni edhe vlerat e tij të veçanta. Megjithatë, sipas health.com do të rendisim disa nga vlerat kryesore që do të marrë organizmi juaj nga pirja e ujit me limon çdo ditë. Do të përmirësojë hidratimin. Uji është pija më e mirë në hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij të vetme. Shtimi i limonit rrit shijen e ujit, gjë që mund t'ju ndihmojë të pini më shumë lëngje. Pasuron dietën tuaj me vitaminën C. Agrumet si limoni kanë përfitime të vitaminës C, një antioksidanti kryesor që ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira.
Limonët nuk kryesojnë në listën e agrumeve më të mira me vitaminën C, por lëngu i limonit siguron 18,6 mg vitaminë C, një sasi e rekomanduar ditore për të rriturit që është nga 65 deri në 90 mg. Gjithashtu, pesha juaj do të përmirësohet. Ullumtimet kanë treguar se antioksidantët polifenol që gjenden te limoni zvogëlojnë ndjeshëm shtimin në peshë. Megjithatë, është e rëndësishme që të mos bazoheni vetëm tek ajo, por të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë përfitime të ushqimeve të duhura dhe gjithashtu të mbani një konstrukt më të mirë të trupit. Lëkura juaj do të përmirësohet me përfshirjen e limonit. Vitamina C tek limoni mund të ndihmojnë në zvogëlimin e rrullave të lëkurës, të paksoj lëkurën e thatë nga plakja dhe dëmtimet e diellit. Se si uji me limon përmirëson lëkurën është e diskutueshme, por një gjë është e sigurt. Nëse lëkura humbet hidratimin, ajo bëhet dhe thatë dhe e prirur për rrulla. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije me bazë agrumesh ndihmon në parandalimin e zhvillimit të rrullave. Tretja do të përmirësohet. Disa njerëz pinë ujë me limon si laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon kur zgjoheni mund të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Frymëmarrja do të përmirësohet. Uji me limon shmang erën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se stimulon përshtypjen dhe uji ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe të shkaktuar nga bakterie. Është i mirë kundër problemeve të gurëve në veshka. Acidit e limon mund të ndihmojnë në parandalimin e gurëve në veshka dhe mund të bëhet gjithashtu një aleat i çmuar i dietës suaj. Gjithashtu, përfshirja e kësaj pije në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin për t'i bërë ballë një sër komplikacionesh. Mënyra se si e nisim ditën është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si ajo do të vazhdojë. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjojnë edhe dehidratimin dhe nevojën e dëshiruar për ujë. Gjithashtu, kjo është e nevojshme për të larguar të gjitha toksinat nga ju, duke rrimë këmbur kështu edhe shëndetin e qelizave. Për të ndikuar në mënyrën e duhur se sistemi juaj do të përfitojë nga vlerat e saj, ndaj dhe ekspertët sugjerojnë pirjen e ujit me limon. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shfrytëzoni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji ngrohtë me limon mund të dëmtojë organet tuaja nëse nuk e përdorni si duhet. Prandaj është e rëndësishme ta përdorni dhe ta konsumoni brenda normës në mënyrë që vlerat e tij të jenë më të mëdha. Uji ngrohtë me limon në mëngjes ka një rëndësi specifike për organizmin, pasi mund të ofrojë edhe vlera më të mira të hidratimit të tij. Shumë njerëz nuk marrin mjaftueshëm ujë gjatë ditës, dhe kjo mund të bëhet e mërzitshme sidomos nëse kërkohet të merret vazhdimisht. Por përfshirja e limonit në dietën tuaj dhe në përfshirje me ujin do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për t'i bërë ballë një sër komplikacionesh. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon si një zhvendësues të kafes, ndaj nëse po përpiqeni të largoni sadopak kafeinën, uji me limon mund të ndihmojë shumë në këtë proces. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore përse ju duhet të pini ujë me limon për gjatë ditës dhe cilat janë benefitet e tij. Ai redukton riskun për të prekur nga sëmundjet e zemrës sipas shoqatës amerikane të zemrës, pastron lëkurën dhe redukton gjithashtu shenjat e plakjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave, duke u kthyer në një aleat të vërtetë të organizmit në mbrojtjen kundër këtyre komplikacioneve. Ka efekte të fuqishme në mbrojtjen e trupit tuaj në parandalimin e radikaleve të lira dhe përmirëson gjithashtu ekuilibrat emocional. Balancon nivelin e pH-it në trup, përmirëson shëndetin e inflamacionit dhe vepron si një lehtësues i dhimbjeve. Ndihmon në shërimin e dhimbjeve të kokës dhe jep rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Lehtëson gjithashtu detoksifikimin dhe ofron një mbrojtje më të mirë kundër shqetësimeve të kapsllëkut. Shteron oreksin dhe është një zgjidhje shumë e mirë për ata që duan të mbajnë dieta të shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.